أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم ما بعد Falëndrimet dhe lavdratat I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu. Salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Sonte do të flasim për dy edukata që I ka cek hoxha në këtë libër, edukata me cilët duhet të zbukurohet kërkuesi I diturisë. Para se me fillu në kaptinën e parë apo në edukatën e parë që ka cek hoxha në këtë libër, duhet të përkujtojmë vetën secili prej neve se çdo secili që është prezent në për ligjërata I vazhdueshëm, I kujdesshëm që mos të ikin ligjëratat javore në përdese të hoxhallarëve, le ta konsideron vetën e tij si kërkues të diturisë. Le ta konsideron vetën, le ta din që është kërkues I diturisë. Dhe për këtë dituri të cilën vjen me mësu në xhami, ka edukat të veçantë që kanë cek hoxhallarët dhe dietarët, dhe për këtyre edukatave janë këto që I cekim tash për kërkuesin e diturisë. Le ta di secili prej neve që jemi prezent në këtë mexhlis, në këtë xhami, në këtë mesxhit, që secili prej neve I cili është I rregull, po flas për ata xhamatli, për talebe, të cilët janë të rregull, jo ata që vinë, ku s'vinë ose s'vinë hiç, po vetëm përkatësohen këto. Ata që vinë xhamatli të filan hoxhës janë ata të cilët prezentojnë dhe janë të rregullt në për ligjëratat, në për hutbe dhe janë të ankorë me hoxhën. Jo secili që përkatësohet të filan hoxhë është xhamatlia I hoxhës. Se ka shumë prej trive që përkatësohen të filan hoxha, ama atë hoxhën, ligjërata I hoxha, do shta vite kalojnë e s'merr pjesë. Miro përkatësohet të aj. Dhe pasaj, gjatë jetës e tij të përditshme jashtë të xhamisë, ka mundësi me ndodhë diçka e pabukur, e pahishme prej këtij personi, e ajo e pahishme I veshët hoxhës, apo xhamisë, apo vendit ku ai përkatësohet, në fakt ai s'ka lidhje me ta. Në fakt ai s'ka lidhje me ta. Pra xhamatli I filan hoxhës, ai I cili është prezent me hoxhën të kohën. Hoxha ka shpjeguar libra, hoxha shpjegon libra, po, kush do kohë për xhallarëve? Shpjegon libra. Në qoftë se në 98% të ligjëratave nuk është prezent xhamatlia në ligjërat, nuk është xhamatli I hoxhës. Nuk është xhamatli I hoxhës, nuk mundet me përfaqësu hoxhën jashtë xhamisë. Për shkak se nuk është me hoxhën për ditë. Nuk është me hoxhën për ligjërata. Se neve po na ndodh që mu përkatësu X personit të filan hoxha, a me hoxhën njëherë në 10 a shifët a nuk shifët. Ligjëratat hoxhës a shkora nuk shkon. Pastaj thot unë jam xhamatli I filan hoxhës. Dhe pastaj prej tij dalin punë të pahishme, sjellje të pahishme, edukat dhe moral I pahishëm, e kjo edukat I pahishëm I përkatësohet hoxhës padrejtësisht. Këto që janë duke I folë këto, për të gjithë ju që jeni prezent në për ligjërata të rregullt, me pas kujdes, për shkak se kur dilni prej derës të këtij mesxhidi, kur dilni prej derës së kësaj xhamie, njerëzit ju thojnë juve, ju jeni filan njerëzit, ju jeni xhamatli të filan xhamijes, ju jeni xhamatli të filan hoxhës. Mirë për neve në qofse prej neve del diçka e pahishme, e padrejtësisht I përkatësohet hoxhës, apo I përkatësohet xhamis apo mesxhidit
ku ti prezanton. Ta din se cili prej neve që kur del prej xhamis, nuk është njëri thjesht, nuk mundet mu sjell, po nuk duhet mu sjell që sjellën të tjerat. Nuk duhet në raport me njerëzit tjerë ku janë të tjerët që janë jashtë xhamis dhe jashtë me xhliseve të ilmit. Po duhet sjellja jonë të jetë përditshmëri me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit se sa kemi mundësi. Që shka më ardhë në vazhdim këtu të edukata e parë, nuk kritikohet njeriu në qoftë se paraqitet prej tij diçka jo e bukur. Për shkak se na jemi njerëz dhe mëkateve dhe gabimeve nuk mundemi ik. Kjo është çështje e prejme. Na jemi njerëz dhe meseleve nga jeta jonë e përditshme prej gabimeve dhe gjunave s'kena ku ne ik. Mirë po, kritikohet njeriu atëherë kur e mba me veti atë gabim. E vazhdon gabimin jetën e vet. E vazhdon mëkatin jetën e vet. Kur ban mëkat, ban mëkat. Çka do të më bëj? Mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Që shka thonë pejgamberi se sem gjithë bita Ademit janë gabimtar, mirë po gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Do më thonë ekziston mundësia që prej neve mu paraqit diçka jo e bukur. Kjo është e keqe, nuk është e mirë. Mirë po ekziston mundësia. E keqja është në qoftë se këtë të keqen na e kemi të vetat vazhdueshme. Kemi raste duke filluar prej të vetet tona pa fol për të tjerët. Kemi raste ku na kemi një moral prej moraleve të këqija dhe ky moral vazhdon te na me 10-15 vite. Kjo është e keqe. Në qoftë se kjo është e vazhdueshme. Pra të ketë kujdes secili prej neve, për secilën fjalë, për secilin mendim, për secilën sjellje që e paraqesim jashtë, të jemi të kujdesshëm. Mos t'i mveshet mesxhidit, mos t'i mveshet xhamis, mos t'i mveshet dietarit apo hoxhës e keqja që na veprojnë. A njerëzit kështu na shohin neve. Njerëzit na shohin neve pasqyre vendi piku vjenti. Ku falesh ti? Qasi janë krejt ata. Kështu thonë njerëzit, nuk bëj shumë mohabet. Pra të jemi të kujdesshëm që të zbukurohemi, të edukohemi me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edukata e parë që flasim sonte është edukata me veten e tij. Pra edukata që do të më pas secili prej neve me veten e vet. Do të vijnë vazhdim ligjëratat, edukata me hoxhën, edukata me xhamatlik, me vllazërit në mes veti, edhe kështu me radhë. Tash këtu është edukata me veten tënde. Raporti me veten tënde. Thot, e para, an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin liyasluha bidhalika liqabul al-ilmi wa hifdhihi والاتلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. Edukata e parë me veten është që kërkuesi i liturisë, xhamatliu, hoxha, dietari, këto edukat i përfshin të gjithë njerëzit. Mirë po posaçërisht ata që janë të rregullt në ligjërata dhe në xhami. Këto janë më përparësor që kur dalim jashtë mi pas këtë edukat. E para, ta pastron zemrën e tij. Obligimi i parë të cilët obligohet çdo besimtar është me pastru zemrën. Prej çdo mashtrimi të mundshëm që mundemi me apo dikujna, prej çdo papastërtie, prej çdo armiqësie të msheft, prej çdo hasedje, apo thon ndryshe me pastru zemrën tonë prej çdo sëmundje të keqe e cila e shkakton sëmundje zemrës tonë. Si e fatësi, vetë pëlqim, dobësim shpirtëror, inate, hased, armiqësie msheft, edhe me pastru zemrën. Me pastru zemrën. Pse? Që zemra ti të përgatitur për me marrë ilmin.
me pastru zemrën, që zemra tjetë e pregaditur për me mbojt ilmin, që zemra tjetë e pregaditur për me kuptu ilmin, që zemra tjetë e pregaditur për me kuptu e detalet e ilmit. Ilmi, dituria shëratike është detale. Shumë për njerëzve mjaftohen ma sipërfaqësorën, edhe i lanë anësh detalet, mirë po aty në detale është problemi. Sa aty me një thë, me një wow, me një men, me një fjalë shumë të vogël që ty duket kur gjaja, ajo është shumë detaj i rëndësishëm në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se ilmi është, siç kanë thënë, salatu sirri, është namazi i fshehtë. Ilmi është adhurimi i zemrës. Ilmi është afrimi i të mbrëmshmës. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة الظاهرة من الحدث والخبث، كذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. Thot njët, qysh namazi nuk pranohet pos duke pastru t'jashmën, ka thënë dietarët, është dashur këtu Hoxha Ibn Xhamaa me përmend se namazi nuk pranohet pos duke pastru të jashtmën dhe të brendshmën. Sa ka mundësi dikush duket i bukur të jashtë, ama për brenda ka niyetin e keq, dhe kjo është defekt. Dhe këtu si pranohet namazi. Pra qysh namazi nuk pranohet pa abdes, pa pastrimin e rrobave, pa pastrimin e vendit ku falet, pa të jashtmën prej asoj që na e shohim, ashtu edhe ilmi është i pasaktë dhe nuk bën dobi në qoftë se në zemër ka papastërti. Në qoftë se në zemër ka papastërti. Fa idha tuyiba al-qalbu lil-ilmi dhaharat barakatuhu wa nama. Thot, në qoftë se zemra zbukurohet, pregaditet, përpunohet për ilmin, bereqeti i këtij ilmit, begatia e këtij ilmit ka më dal mejdan, ka më po. كالأرض إذا طيب للزرع نما زرعها وزكى. Sikur toka e cila pregaditet para se me fuk fare. A ka doni bujk që i merr të mbjellurat veç i fuk në tokë se del ajo? Jo. E plugon njerë tokën, e zi gjun bashkë shqipe që shtu të frezon, e ban alomatim, dhejon, e ujit, i fuk sejnë të ndryshme, e pregadit tokën para se me hedh farën. Që me dalë bereqeti i mirë. Kështu del bereqeti i mirë. Të më thënë, e pregadit tokën. Ilmin që e fitojnë. Këtë ardhin xhami që kina ardha. Kina ardhë xhami, apo? Kina pas mundësi me shkuën kafe e pi kafe. Ose me këshirë futbal, ose kujti qka. Kina pas mundësi qka s'mos me ba, apo? Po kina ardhë xhami, pse? Me mor ilmin. Tash për këtë ilm, zemrën do të me pregadit. Me e punu, me e përpunu, me e pregadit, me e pastru, mirë që kur vjere tash hadithi zemër, me zonë vend. Me zonë vend. Nuk po bereqeti këti hadithi. Ama në qofë se nuk është pregadit, këna e po se që ka ndodhë. Thot, ashtu si që ka orë në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu, o idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Me të vërtet trupi i njeriut është një copë mishi, që ose ajo përmirësohet krejt trupi. Në qoftë se ajo prishet, çrregullohet komplet trupi. Ala wa hiya al-qalb, me të vërtet kjo copë e mishit është zemra. Tha Sahl at-Tustari rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Majnë e men këtë fjallë, sa është definicion shumë i madhë. Thot Sahl at-Tustari, haramun ala qalbin, haram është për zemrën, që të futet në të drita e Allahu subhanahu wa taala, ama aty ka diçka që e urren Allahu subhanahu wa taala. Apo mjerë për atë zemër që e ngon hadithin,
e shti hadithin zemër, ama në zemër ka haset, ama në zemër ka sjefatësi, ama në zemër ka inat më sheft, ama në zemër ka tradhti, ama në zemër ka mashtrim. Këto janë këtë veprat të zemrës. Ta shti e merë hadithin e shti në zemër, ama në zemër ka plot gjërat që i urejnë Allah s.w.t. Mjerë për këtë zemër. Mjerë për këtë zemër. Sa rëndësishme kjo copë e mishit që është në trupin e njerijut. Thonë shpjeguesit, wa gjima'u dhalika an yanfi al-muta'allimu min qalbihi kulla najasatin tadurru bihi. Kuptimi i kësaj është thënë ndryshe që kërkuesi i diturisë, xhamatliu që prezanton ligjërata dhe është i rregull në to, ta pastron zemrën e tij prej çdo të keqe e cila i bën dëm atij. Shefatsi, vetpëlqim, dobësim shpirtëror, inat, tradhti, mllef, mashtrim, shtypje, çka ka prej smundjeve të zemrës me pastru zemrës. Wa najasatul qalbi marji'uha ila naw'ain ithnain. Papastërtitë e zemrës kthehen në dy kategori kryesore. Ahaduha najasatus ash-shahawat. Papastërtitë e epsheve. Papastërtitë e epsheve, edhe e dyta najasatus shubuhat, papastërtitë e dyshimeve. Papastërtitë e dyshimeve. Si është gjendja e zemrës nurit, dritës, pra ajetit dhe hadithit dhe papastërtisë. Që është shembulli i kësaj? Shembulli i kësaj është sikur shembulli i fenerit. Sikur shembulli i fenerit. Feneri është zemra. Feneri me vete ka kandilin, apo? E ka fitilin edhe ban zjarr. Edhe është lampa për mi, apo? Xhami. Tash zemra është prezent. Fitili është prezent. Varësisht sa e ke lëshu, ka fitil më të gjatë, ka më të vogël, varësisht ti sa e lëshon. E kjo ti sa e lëshon, këtë rast është varësisht sa ki të ilm, sa hadithe i din, sa ajete i din, sa mesele i din, farmorali i ki, edhe kështu me radhë, kjo është fitili. Dikush e ka fitilin më të gjatë, dikush më të vogël, ekziston fitili. Mirë po lampa është me ngjyrë të zezë, është me katra. A e kuptojni? A i keni mrit lampat e vjetra, a i keni pa. Ma gjami për mija. Tash në qoftë se fitili është mirë, ama lampa është zi. Lampa është zi. Feneri është zi. A ban drita jo? A thëna që s'ka drita? Jo thëna dritë ka. Po është e pengu. Lomi është e pengu. Dhe nuk është të reflektuar. Kështu është meselja e gjunaheve, kështu është meselja e papastërtisë së epsheve dhe papastërtisë së dyshimeve. Çdo dyshim, i madh apo i vogël, është një pikë e zezë në fener. Është një copë katrani e cila e pengon dritën. Çdo hadith, çdo ajet, çdo mesele, çdo moral të mirë, çdo avancim i jon në raport me ilmin, me diturinë e Allahut subhanahu wa taala, është fitili, drita që ndriçon. Mirë po, kujdes, mos ketë të xhami diçka që e pengon dritën. Mirë për atë fener që e ka fitilin shumë të mirë, ama xhamin e ka Allah. Ka mundësi më kon fitili shumë i gjatë, ama xhami nuk ban dobi kur xham. Dhe ka mundësi fitili më kon shumë pak. Shumë pak. Ama gjojë me qeni qiltër, i pastër, ban drita jo. Ban shumë dritë. Në terit të madhë, ajo ban shumë dritë. Kështu shembulli i zemrës dhe shembulli i mëkateve dhe dritës nga në Allah dhe nga në pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Është pyet pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam një hadith që kanë nxjerrë Ibn Majah nga Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është pyet: Ayu nasi afdalu? Cili prej njerëzve është më i miri? Cili njeri më i miri? Ka thënë: Kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Allah na bëfë tyri, ya Rabb.
Ka thonë cilë njëri është më i miri? Ka thonë kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Sahabët kanë thonë ja Rasulullah, amma saduqil lisani na'rifuhu fama mahmumil qalbi. Saduqil lisan do me thonë ai që fol drejt, nuk rrejn. Fol drejt, nuk gënjen. Ka thonë po çka që kjo mahmumil qalb. Mahmumil qalb. Qal huwa at-taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Ka thonë mahmumil qalbi është çdo zemër e devotshme, e pastër, e cila s'ka gjunanta, e cila s'ka shtypje, e cila s'ka mashtrim, e cila s'ka haset. Çka njeri është më i miri, Allahu më frejtyre. Bashkësisht, sa kemi dos të këtyre sëmundjeve, mëkateve, papastërtive të zemrës, aq kemi hub prej të mirës së zemrës tonë. Pse duhet njeriu me pas zemrën e pastër në përgjithësi, e kërkuesit e turizm, xhamatlit, hoxhallar, dietar, talebët, me pas zemrën e pastër dhe pas kujdese të mëdha për zemrën, që të zemra të jetë e përgatitur për ta marrë ilmin. Që zemra të jetë e përgatitur për ta marrë ilmin. A e din sa ilm kena na? A di sa ilm kena na? Ka mundësi njëri prej neve ka ilm, ka hadithe, ka ajete, ka mesele, ka spjegime nga shariati i Allahut subhanahu wa taala më shumë se sa ndonjë prej sahabëve të pejgamberit islam. Jo se sa dikush, se sa këtë sahabi, se sa dikush prej sahabëve. Ka mundësi, ekziston mundësi, çish ka mundësi? Ka ardhur te pejgamberi sa sem dikush prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kallzon çka më ka obliguar Allah, çka kam obligim? Ka thonë, me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, me fal namazin, me thonë zakatin, me xhur Ramazan, me shkon hax. I ka thonë pejgamberi islam, as nuk shtoj, as nuk paksoj. Edhe ka ecë. Ka ecë. Hadithe të shumta, të transmetuara si kanë dëgjuar. Ai ka shku me këtë çka ka ardhur nga pejgamberi islam, ka vdekur kështu, ka fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Po ko dalim mes neve dhe tyre. Kjo katrani. Qoftë kjo katran i epsheve, qoftë kjo katran i dyshimeve. Na nuk e dim që duhet me mpo shikimin tonë. A e dim? Po pse lëshojmë shikimin haram? Për shkak papastërtisë së epsheve në zemër. E lëshon shikimin. Edhe të gjitha mëkatet që na i bojmë. Çka do të qoftë mëkati? Pse e bojmë? Ose ka hise papastërtia e dyshimeve, ose ka hise papastërtia e epsheve. E besimtari duhet vazhdimshmëri ta pastron zemrën e tij që ta kupton më mirë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ashtu sikur njëri prej neve nuk pranon, refuzon me pi ujë prej një gote e cila është e papastër, apo nuk pranon, njëjtë edhe ilmi nuk pranon me qëndruar në zemër të papastër. Njëjtë edhe ilmi s'pranon me qëndruar aty. Nuk bën hajër aty, nuk zë vend aty. A ka mundësi dikush prej neve me toleru shtëpinë e tij, në shtëpinë e tij me bë ushqim familjar, gratë të shtëpia me një enë papastër? S'e tolerojnë apo? S'ka shon, nuk ka mundësi. Na kena shku në atë ekstremin edhe më të madh që na nuk pina me një gotë që ka pija i tjetër se pina. Nuk pi bashortë me bashortë tuaj, çati me një bardak. Deri këtë ekstrem kena shku. Domethënë jemi shumë kujdesshëm, apo? Jemi të kujdesshëm, ilmi nuk qëndron në atë zemër e cila është e papastër. Qoftë papastërtia e mëkateve, qoftë ajo e dyshimeve. Për shkak se ilmi është namazi i fshehtë. Namazin që na e falmi, është namazin që na e falmi, e shohim. Edhe namazi i mshaft është dituria. Dituria është adhurimi i zemrës. Është adhurimi i zemrës. Është ibadeti, afrimi i mshaft mes robit dhe Allahut subhanahu wa taala.
وإذا طيب القلب العلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيب للزرع نما زرعها وزكى. Pra, zemrën duhet ta përgatitim, ta bëjmë gati për ta hedhë farën. Zemrën duhet përgatit për ta hedhë hadithin, për ta hedhë ajetin, për ta hedhë shpjegimin e dietarëve. Se në qoftë se nuk e përgatisim, nuk zëven. Nuk zëven. Sa e përsëris, sa ajete i dim, sa ajete i dim, nuk kanë zonë vend. Pse? Për shkak se s'e kemi përgatit zemrën tonë. Për shkak se s'e kemi përgatit zemrën tonë për këtë fjalë të Allahut apo fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb." Me të vërtetë, në trupin e njeriu është një copë mishi, në qoftë se ajo prishet krejt trupi. Çka do të thonë kjo? Ka ardhur në transmetim e ka thënë Ibn Taymiyyah në Fatawa al-Misriya, në transmetim nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, se ka thonë: "El-qalbu malikul badan." Zemra është mbreti i trupit. Zemra është mbreti i trupit. Wal a'da'u junuduhu. Gjymtyrët janë ushtarë të zemrës. Fa idha taba al-maliku tabat junuduhu. Në qoftë se mbreti është si duhet, edhe ushtarët i ka si duhet. E në qoftë se çrregullohet gjendja e mbretit, çrregullohet edhe gjendja e ushtarëve. Sahel at-Tustari thot: mjerë haram, mjetë për atë zemër e cila fut atë dritë të Allahut, ka fjala Allah dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama aty ka diçka që e urren Allahu subhanahu wa taala apo e urren pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihasabi ma yakunu fil qalbi mimma yakrahu Allahu azza wa jall tankasifu al-anwaru fa min an-nasi man yakunu fi shay'in yasirun. Thot, varsisht asaj se çka ka në zemër prej gjërave që i urren Allahu, aq humbet drita në zemrën e njeriu. Varsisht. Ta secili prej neve la ta bëjë një farë matematike në veten e vet, se çka ka në zemrën e tij prej gjërave që i urren Allahu subhanahu wa taala, edhe ka më pa rezultatin e shumë pyetjeve, e shumë ankesave që na i kemi. Nuk hec kjo, nuk shkon kjo, nuk bëhet kjo, nuk bëhet kjo. Krejt defekti është të komandanti. Është të mbreti. Ajo është zemra njeriu. Ibn Qayyim rahimahullahu taala transmeton në librin e tij Madarijus Salikin nga Ibn Taymiyyah se ka thënë. Thot Ibn Qayyimi, e kam dëgjuar Ibn Taymiyyah duke fol në shpjegimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: la tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Duke fol për këtë hadith, nuk futen me laçet në një shtëpi ku ka fotografi edhe ku ka qen. Nuk futen me laçet. Thotë Ibn Qayyimi, e kam dëgjuar Ibn Taymiyyah duke fol për këtë hadith dhe ka thënë: idha kanat al-malaikatu al-makhluquna yamna'uha al-kalbu was-suratu an dukhuli al-bayti fa kayfa talju ma'rifatu Allah azza wa jalla wa mahabbatuhu wa halawatu dhikrihi wal unsu bi qurbihi fi qalbin mumtali'in bi kilab ash-shahawati wa suwariha. Fjala ma subhanallah. Thotë Ibn Taymiyyah, Allah më shëroft. Në qoftë se me laçet të cilët janë krijesa, në qoftë se me laçet të cilët janë krijesa nuk futen dhe ata pengohen prej futjes në ndonjë shtëpi të cilën ka fotografi edhe ka qen. Thotë, si është puna, si ka mundësi të futet njohja e Allahut azza wa jall, dashuria e tij, ëmbëlsira e përmendjes së tij, vetmia me Allahun, afrimi te Allahu, si ka mundësi të futen me një zemër e cila është e stërmbushur me qenë të epsheve dhe fotografitë të tyre. Apo të ndryshe, me zagar të epsheve. Me zagar të epsheve dhe fotografive të epsheve në zemrën tonë. Si ka mundësi? Unë me lidhë në namaz s'jam kërkon.
Zemra ka defekt. Allah me lidha namaz nuk e kam lezetin e namazit. Në zemra e problemi. është bëj papastër zemra. është bëj e papastër zemra. ومن جملة الذنوب الذنوب القلبية فلا يعاب العبد أن تصدر منه ولكن يعاب على بقائها فيه فلا بد أن يجتهد في نفيها عن قلبه. Dhe prej mëkateve shumë të rrezikshme janë mëkatet e zemrës. Nuk kritikohet njeriu në qoftë se ndodhin tek ai. Se ndodhin njerëz jemi na. Thot. Walakin yu'abu ala baqaiha. Mirë po kritikohet njeriu në qoftë se i vazhdon ato. Kritikohet njeriu në qoftë se i vazhdon ato. Patjetër duhet që njeriu të përpjeket ta pastron zemrën e tij dhe të largon moral të këqija prej zemrës së tij. Wa alamu dijeni se njeriu nuk ka mundësi ta merr ilmin për shkak hifzit të fortë apo për shkak mprehtësisë së tij apo për shkak se ka shumë pasoni apo për shkak se është niku prej antarëve të familjes së tij. Wa innama yudrikuhu bi taharati qalbihi. Njeriu e fiton ilmin duke e pastru zemrën e tij. Fa innal ilma mirathu an-nubuwa. Për shkak se dituria, ajeti, hadithi, meselia, çështja, fiqhu i shariatit Allahu subhanahu wa taala është trashëgimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa jawahirullahi subhanahu wa ta'ala. Dhe janë margaritarët e Allahut subhanahu wa ta'ala në tokë. Wala yada'u Allahu subhanahu wa ta'ala miratha an-nubuwa wa jawahirahu fi qulubil mutanajjisa. Subhanallah. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala margaritarët e tij trashëgimin pejgamberike nuk e vendos në zemrat e papastërta. Diamanti a fugën gjubre. Diamanti a lihet për toke. Arje dhe diamanti a lihen të dera mas dere. A lihen të mbeturinat, s'lihen apo? Ilmi është edhe më përpastor mos mulan me një zemër e cila është e papastër dhe e paprgatitur për trashëgimin pejgamberike. Elusim Allahun që Allah të pason zemrat tona. Elusim Allahun që Allah të na tulit të bishna. Elusim Allahun që Allah të na ban shembull të mirë kudo që të jemi na. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.